Zërës Kristus, ndërruar asamblist, ndërruar të përësit asamblist me dhia, qërtarë të pranishtë dhe tjene të drejtor, kësë se unë se i përshkëroj punë të mbarë, në gjitha fikat e miraturat të në ditës, sa i përket pikës e në ditës për qësisht shukimit e raportit dhe dallave të shaktuara nga mëshillet e fundit, dhe raportin dhe shkalimeve që i dha kryetari komisionit, si që bje kryetari komunës, në bazë të ligjit të qeverisjen e lokale, në bazë të statutit të komunës, dhe në bazë të ligjit në 04/2007 për të bërëtin nga fatkesi datërore dhe fatkesi tjera. Unë sekretari komunës e kom të mërë komisionin komunal për vlerësimin e domave, i cili do thotë pas shpalljes, pas përfundimit të shpalljes, ku unë sekretari komunës kom njëftuar të gjithë qytetarët e komunës tonë, të gjithë personat të cilët kanë mësuar dëme nga bëshimet e fundit, e paraqesin kërkesat e tyre në zyrën e pranimit, dhe pasi ka përfunduar ky proces i aplikimit të personave, Komisioni Komunal ka dhënë në vend të ngjarjes dhe ka shkuar dhe i ka vizituar të gjitha shtëpitë dhe kolonitë familjare dhe në atë rast ka hartuar raport për domat e zhartuara. Gjithashtu, përveç domave që ka i pas në ekonomi familjare, ka patur edhe dome në infrastrukturë publike, dhe ato dome shumica dërmuese ka shenë, do thotë domet e shkatruara nga shitjet e rrjedhë me ndërtuar infrastruktura, sidomos infrastruktura rrugore, domet më të mëdha nga mashinat kanë qenë vetëm në fshatin publik, kurse për domet tjera më shumë kanë qenë infrastrukturë publike si pasojë e shitjes së rrjedhë dhe si pasojë të shitjes së mureve mbrojtëse. Kështu që Komisioni Komunal, edhe në këto raste kur është dëmtuar prona publike, edhe këtu ka të darë në ngjarjes, ka përgatitur të thotë paramasa për llogari edhe projektet, cilat do thotë për çdo rast cilët e keni të paraqitur ju këtu në raport, është secila ka notën e vet dhe pas miratimit nga Asamblea Komunale, ne këto të gjitha do t'i çojmë në Komisionin Qendror për Besimin e Domeve në Ministrinë e Infrastrukturës edhe në Qeverinë e Kosovës, cilët janë zotuar se kësaj radhe domat e shkaktuara nga bashkimet e fundit do t'i paguajnë. Në asaj përket pyetjes së delegatit që kam të ndohur me kompenzimin e domave nga bashkimet që janë para një viti e gjys, dhe sot e kësaj dite qeveria qendrore ende nuk ka bërë kompenzimin asnjë lloj të domit, asnjë infrastrukturë publike, asnjë ekonomi familjare. Kështu që edhe pse edhe përkundrejt kërkesat që i kemi çuar kërkesat në Ministri edhe në Qeverinë e Kosovës, edhe përkundrejt kërkesave të mia të vazhdueshme që kanë kërkuar nga qeveria me kompartesa, sot edhe kësaj dite ky kompenzim për qytetarët nuk është bërë, por kjo nuk do të thotë që na do të heqin dorë nga kërkesa jonë që edhe domat e zhartuara para një viti e gjys të paguhen. Faleminderit.